Qarkullimin e hyrjen kryesore të Durrësit është kthyer në një problem të përditshëm për drejtuesit e automjeteve, por është edhe një shembull i qartë i mungesës planifikimit të duhur urban. Trafiku i rënduar, vonesat e gjata dhe ngushtimi kursive po bëjnë gjithnjë më të vështirë lëvizjet në aksin që lidh Urën dhe Elanit me hyrjen e qytetit, pranë stacionit të trenit. Qytetarët shprehen të pakënaqur, duke theksuar se zhvillimi i punimeve në kulmin e sezonit turistik ka rënduar dhe më shumë situatën në një kohë kur fluksi i automjeteve drejt Durrësit është rritur ndjeshëm. Sipas tyre, një investim i kësaj përmase duhet ishte planifikuar më kujdes dhe të realizohej jashtë sezonit veror për të shmangur bllokimet dhe pritjet e gjata në një nga hyrjet më të rëndësishme të qytetit. Problematikat janë veçanërisht të dukshme pranë stacionit të trenit, ku kufizimi i qarkullimit po krijon ngadalësim të vazhdueshëm të lëvizjeve, sidomos gjatë orëve të pikut dhe fundjavëve. Nga ana tjetër, institucionet e konsiderojnë projektin një ndërhyrje të domosdoshme, por për shumë qytetarë mungesa e koordinimit mbetet një pikë fort kritike. Punimet e nisura në fillim të këtij viti përfshin rikonceptimin e plotë të aksit për rreth 1.3 kilometrash nga rreth rrotullimi i Shkozetit deri tek stacioni i trenit. Projekti synon përmirësimin e qarkullimit dhe zgjidhjen e problematikës së përmbytjeve në zonën e plazhit përmes ndërtimit të një sistemi për menaxhimin e ujit nga rreshtet. Ndërhyrja parashikon gjithashtu rehabilitimin e ndriçimit publik, ndërtimin e korsive për bicikleta, shtimin e hapësirave të gjelbra dhe përmirësimin e pamjeve urbane të një prej akseve më të rëndësishme hyrëse të Durrësit. Megjithatë, pavarësisht premtimeve për infrastrukturë më funksionale, në të ardhmen aktualisht punimet po rëndojnë ndjeshëm jetën e përditshme të qytetarëve dhe vizitorëve.